Gjatë ditës së djeshme në fshatin Shishman dhe në një pjesë të fshatit Smulic në rrethanat ende të dyshimta, janë kapluar nga flakët tokat bujqësore të mbjellura me grur. I dëmtuari në këtë rast, Ali Sadiku, thotë se atij i janë djegur 25 ari me grur dhe disa pemë. E vëllaj pas vetën shpërndaja se na këtu i kemë pas mjellën me grun të i prit me i korë. Jep një minut shumë shpejt ardha i zja. Edhe këtu mi ka djegë mu 25 ari, e një 55 e sa i ka vlau. Andaj, aja aty edhe 1 hektar, aji Smulici ka pas. Edhe atje poshtë një unit një lekberi që në kallë bëgo shumë, po rrezik i madhë ke ma shumë me në vjekë shpijat. Po, faleminderit shpej zjarë fiksa, i në ardhë shumë shpejt. Për mrena 8 minutave kanë mri prej vendit atje këtu, ata na kanë nimu për pa u kallë shpijat krej. Edhe qash kanë intervenu ata djemë, sa në për flakin hi. Vëllaj kënë ty u kallë që atje me kamion tyne me ata djemë, qash sa ka kapë shpejt. Ka bo një dëmë shumë të madhë, më kanë djekë edhe krejt këtu pëmë këtu. E bo një dëmë shumë i madhë, po shka mi botash, në nuk e di masë shka bo, asë shërë. Për fat të mirë, zjarri nuk i ka kapluar shtëpit në afërsi të tokave ku zjarri kishte rënë, falë ndihmës së popullatës dhe intervenimit të shpejtë të zjarrfiksëve, shtoi Sadiku. Jem dalë pesh fije, nuk e di as kur ardha as që zharë. Veç ku jem dalë pesh fije, sa jem dalë këtu, këm po jarit timi që ka arë pak, jem dalë këtu në levadë, kërë këm po prej atje i të ka vje flaka. Për 5 minuta sa 10 e ka përfri krejt këtë region. Po, faleminderit për i zotit mas pare dhe intervenimit popullatës këtu krejt kujshive, tonë rrëth njën ardhë, dash me do hidrofora, me kofa, me shka kanë mujtë dhe zjarë fiksave, krejt kemi mrimi pështu shpijat, pa vdjek. E për ta konstatuar dëmin e shkaktuar, policia ka dalë me njëherë në vend të ngjarjes, shtoi Sadiku duke shpresuar se komuna do t'ju ofrojë ndihmë. Dje që aty edhe policia mori një farë deklarate, unë që që kom pas para 2 vjetë, 3 kom pas aty, mjellën me kënë vjetë kom kalambas, dikom i ka qitë 1.300 kila. E që është i pjestun pak aty, dikon një 400-500 euro, e në konë veç grënë, mas flasim, humbjet tjera që kom pas me livruë me mjellë plek kemike, sa në dhe ardhë të rendimenti i fundit, po, shka mi mo, na kem prit me e marë ato, se vjekoha me na u djekë në zjam, nuk e dim, tash nuk e dim asë që shka po komuna, a na kompenzo kusha, di shka në isan, nuk e dim asë një gjo. Polisë e kanë marë, po tjetër kush nuk ka dalë në vend gjarës për me vlerësu domin, për pas polisëve dhe zjarë fiksa. Tash presim di shka prej komunim, nështë nëse ka nëj ndihme në dhëmë di shka, nëj subvencion për të, po nuk e di. Kujtojmë se tashme me ngritjen e temperaturave, vatrat e zjarreve fillojnë të shtohen, por kujdesi duhet të jetë maksimal për t'i parandaluar ato.